mra mi përmeni dhe familje në Albës. Gjas me jo familja e kësaj, me familjen tatë dhe me familje, ishe në gjumë faktë. Jo, bro, në sens kom një, në për atë pjesën, me pas në dëgju kësha ditë me të jepë një menim për qatë osane, po nëse non-stop po përmenin këtu që nuk përmenet familja, s'ki qa me shti kërkën, s'ki nevoj me përmenet për jashtet. Edhe normalisht për përdorin vetë? Nuk bëhet, ajse, një. Nëse bën që ato është gabim e në jemi. Bravo, okej. Jo, është gabim, bro. Se nuk bëhet. Se ti që është në kom... Po për menimin që gjithmonë në unë rri duke thonë që unë du dal nga shtëpia. Nurje? Po, unë du dal? Po, 4-5 herë kom njëre që thonë unë jam e gatshme për dal nga shtëpia. Bro, nëse ajo e një vetën të rrezikume imazhin e sojnë. Jo, nuk e një të rrezikume, po ajo nuk është se ka një imazh profesional, bro. Imazh normal, si gjithë njerëzit normal ka. Se cili po mënu pak po mdo këtë po stepët me rujt ftyrën e vetë, bro, se po i shohin gabimet e veta, po mënu me përmirësu, to e mbrojt edhe dikën, të kalëzu që... Po si duket kur i bo presion estri, jo ti s'mund të rish me këte, ti, ne, si mund të thot një femër ne dhim bashk? Rrim? Dhim. Kupta është absurditet. Si mund të ta thush këtë gjë? Ata nuk kanë lidh kërthizat bashkë? Jo, nuk e kanë lidh. Ajo estri është e lirë me bo qatë t'ja dojë zemra. Po si duket kur dikush të limiton edhe... Nuk më pëlqen, jo, nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen. Po pra, për shembull mram, kjo tema ka qenë number 1 për dikë që po shef se qa po nodh mrena për mrena shtëpisë. Që dikush për caktën kush me kënë edhe po prej këta? Po, se une për shembull kur kom qenë i afrum pak më shumë me Nurin, që kishim një lloj kështu. Po. Unë e ndjeva këtë gjë, dhe kom thonë që javën e parë që kjo mundohet të limitoj. Njerëz të tjerë? Po. Me të nejtë me ty? Po. Jo, atëherë është gabim. Nëse ajo në qatë mirë... Këtë gjë që po bën me Estin, a mundu me e bo edhe me mu, nëse mund t'a boj edhe me ty, në qofë se ti i thu pa. Nëse une e shë që ato edhe ndëgjej, atëherë nuk më pëlqen me nejtë në shpip. Po, pra, se une e kom në gjuhë shumë. Jo, une nuk e kom ndëgjej. Edhe mu më karë shumë keq më ramë për Estin, se Estin u shtri shumë i stresuar duke flejt, dhe që cilën gjë nuk e merita. Sepse ajo që ka dhënë Estri Nurit ka qenë vetëm dashni, respekt, edhe kështu gjërash. Edhe njëjtën gjonë dje e kom bu për shkak të Olbës. Unë e më roj stresu me flejt për shkak që ma ka bu shumë keq muni në shok të emin. Në shoqe të emin. Në shoqe. Beg mamën. Se mu ka duk, mase që e ka bu gjestin, në njëm shku të WC-a, e kom po qëfar gjesti ka bu, edhe nuk e përkroj, këtë sen fare, bro. Okej, jam dakord që ka bu ajo, o munua me ndërhy në koneksionin tonë që kemi me shoqen ta, dhe pa tjetër. Edhe që ajo nëse e bën ajo me esër, nëse me këndo... Që kom arritur të kuptoj, të këty, ti e një super djalosh, që javën e parë ke qenë super aktiv. Edhe me që kom arritur të kuptoj unë, me që kom me këtë që unë shumë kërkushit të gjykoj, po me që kom arritur të kuptoj, edhe për produksioni edhe njerëzit kanë besim të këty. Kështu që unë nuk du që ti të stresohesh as për mu, as për mamën, as për as njonin këtu. Kështu që... Ki drejt, bro. Po unë stresona për njerëzit nëse më shfrytëzojnë mirësinë teme për mi bot dëm dikuj tjetër. Që ato nëse lejoj, bro. Se nuk stresona pse mama u mërzit. Unë stresona pse mu më shfrytëzoj në derin që atë pikë që me bo keq muni në shok temin. Që njëjtë kësha ragu edhe ndaj teje nëse kesh bo këtë gjesë, po e di që ti nuk ndikuash, unë e di që mama ndikuat, edhe më bo një muni keq se e posh që është me tendencë. Mama të dënë ty si njëri, unë këtë nuk e diskutoj. Por ndoshta ti duhet dalësh me të gjallërosh sikur ishe javën e parë. Sepse kjo do jetë diçka shumë më e mirë për ti. Të dalësh vetvetja më përse ke edukat, je qënë me norma, vjen nga një familje e mirë, ke eksperiencë, je profesional, je stylish, i ke gjitha gjanat, je jamël si djalosh. Do me thonë ja vle me nej me ty. Po pse kur du me nej me ty, du me nej edhe me mamën. Pse kur të flasë me ty, du me ditë edhe ajo.
Do me thonë, shkurt edhe shqip, unë të du për ronin që je jashtë. Po, unë kur nuk jam dalej bro me fol me mu Olba. Po se ndalon ti, po e ndalon tjetër kush? Prap, unë nëse shoh që të cënohet bro, mirë, nëse jena vetë me Olbën, prap ka me mujt me bunë. Okej, ajo le të bëj çfarë doj. Po. Le të bëj çfarë doj, se pak a shumë ajo po shef këtë që po them unë, por nuk arrin ta rrizin ta përpiloj çik më mirë situatën. Na shtallone nuk di më shpreh mënyrën e duhur, po çashtu e menoj bro. Po bro, që e nuk kam kuptoj. qef kërkosh më kufizu me kërkon. Po pse mos bëj foto ajo me ty për shembull? Jo, more le të bëj. Po, pse? Bën foto. Prap. Po, mos e bë me tendencë që dikon në shok tamen me e bu mu një keq. Se s'kam qef unë më Po në këtë rast je ti ai që po ndihesh keq. Je ti ai që po ndihesh keq. Ti je uri stresu. Po. Edhe ç'a tha shoqja jote për këtë punë? Cila shoqja? Mama. Po. Mama tha që ti tha, ajo tha me gjesë, tha u këthy se din që të kam pik dëpt. Tha edhe din që s'mënët mu qaste une, që okej, nëse e ka menu që ashtu e ka perceptu, ajo është mendim pak egoist. Që mos me lon dikën me më përdorë mu që mi ju drejtu asojna. Po jo më vëse nuk ty mos le njeri me të përdorë, as mos le asë njeri me folë për para teje kur bëhet fjalë për ty kush do që tje. Ti je shumë gjallë e mirë nesër, pëlqen një gocë të pëlqen ty. Unë nuk po them asë gjë që të ndërhyjnë në lidhje tua, por duhet ta lesh që të shprehi. Duhet edhe pastaj ti tregosh fiks se si është situata. Jo mi lidhur, e vlerësoj pëlqimin tat, por ne mund t'jemi vetëm shok. Pse duhet tani ta kthejmë këtë lloj aspekti dhe dikush tjetër të merakoset për ty? Për ty merakoset vetëm Clarisa që ke jashtë. Normal. S'ka pse mu merakos njëri tjetër për ty. Normal, po. Edhe unë kom qef vro me të pa aktiv, kom qef me të pa çdo ditë e ma mirë. Po. Duke përparu i qik. Je djalë punëtor, je djalë me respekt. I ke gjitha kriteret e një djaloshi. Pse duhet me ti më qef gjitha këto gjanat, sepse e di si është puna. Sot, tani, më shumë, momentalisht, everything is good. Po nesër, kur gjërat të vështirësohen më shumë, je ti ai që do vush, edhe unë të kom shok. Edhe nuk du që ti ta përjetosh pastaj këtë çdo lloj zgjenimi, sikur po vjen nata mas natës dhe ti po stresohesh. Jo, bro. Trego veten, bro. S'ka nevojë me fol kurkush për ty. Po, as për mua. Normal. Qofse është normal. Qofse është shoqe, sikur është shoqe. Po. Big Mama. Në prap do na më ull me diskutu me mamën këtë pjesën që nëse një është keq, duhesh me më thonë mu, edhe unë e di që është veprej ndaj situatave të tilla. Po, do me thonë ajo duhet të ta japi mundësinë të tregosh ti vete. Unë kështu e konceptoj. Mos me limitu, ju. Ka kuptoj, pse? Qashtu është. Se edhe ndarja e krevatit bën të limitohesh. Unë me vërtet flej me Albin, unë nuk e më limitoj. Unë nuk ndërhyjnë gjonat e asaj. Edhe ajo s'ka shon që me ndërhyjnë gjonat mia. Edhe nesër unë ndaj krevatin prap. Kështu që edhe unë nuk e shtëpia, krejt fermer të donë. Krejt publika të donë. Krejt produksioni. Unë e shoh se si funksionon gjëja. Edhe je për t'u vlerësu. Asnjëri nuk është gabim këtu. Po pse duhet bish ti në hijen e dikujt tjetër? Kaq shumë. Unë nuk them që mos ta kesh shoqe. Ose mos ta shoh. Jo më, jo nëse prap nëse nuk kom ditë më shpreh është gabimi jam edhe pranoj gabimin. Jo, nuk është gabimi jot, sepse këtu po krijohet. Shiko, Big Mama nuk është produksioni këtu. Big Mama le ta çojë zonin sa të dojnë në kupë qiellit, le të bërtasi. Ajo edhe nuk ndryshon dot asgjë. Thjesht merr disa pikë për veten e vet. Kuptoj dhe shiko çfarë ndodh tani këtu. Në momentin që çdo njeri përdor Big Mama sikur është zoti dhe do çohet Big Mama dhe do bëj Big Mama dhe do shpërthej Big Mama, kupton? Big Mama ka një zemër shumë të mirë, është një person shumë i mirë, patjetër. Dhe ajo kur i merr gjitha këto, kur gjithë fermerët i japin asaj
këtë lloj pushteti, Po. kupto? Ajo ndihet superiore Po, pa edhe- pas fuqi. Po. Edhe i shfrytëzon situatat në mënyrën e saj. Po, O të mira o të këqija, po. po të paktën unë e ndjej që në kundrejt meje nuk ka ndonjë tendencë. Qysh e kom pa unë, nashta edhe e keni pa ju që ka. Jo, unë nuk them që ajo ka tendencë. Ndajte, bile besoj shumë që edhe ajo do me të pa për ronin kush je. Po. A ka kupta? Po. Pa! Po. S'ke pse të limitohesh, bro. Jo, bro, puna është që sot diskutimin edhe debatën që e pata me Albën. Nuk e kam vetëm për sot, unë e kam përgjithësi. Po, okej. Në përgjithësi e kam, nuk e kam për Po. hiç për këtë situatë.